Përshëndetje, unë jam Samantha dhe jam këtu me një pjesë të ekipit të Kaktus me Orlandon, Arsi dhe Fationin. Sot do prezantojmë Kaktun dhe për më shumë dhe të filloj Fationin. Faleminderit Samantha. Keni provuar ndonjëherë të kërkoni për shtëpi? Nëse po, cila ka qenë eksperienca? Gjasat janë që keni kërkuar në një sër webësh, agjensish, dhe cilat kanë informacione, po që janë të shumta dhe është shumë e vështirë për të kërkuar në to. Gjasat janë që keni kërkuar në Google, por informacioni ka qenë i pravandetur dhe jo relevant kërkesës tuaj. Apo keni kërkuar në përfaqe njoftimesh, të cilat kanë një sër reklamash, të cilat nuk përputhen me atë që keni duke kërkuar. Ky problem merr fund sot, prezantojmë Kaktu. Kolegu im Arseni do të shpjegoj sa i thjeshtë është procesi i kërkimit të një prone. Faleminderit Fation. Atëherë së bashku do të shohim dhe do t'ju tregojmë se si të përdorni Kaktu për të gjetur pronën tuaj, duke përdorur si shembull kërkimin tim. Atëherë, unë po kërkoj një shtëpi në zonën e Tiranës së Re, e cila duhet të jetë 2+1, duhet të ketë parket dhe gjithashtu duhet të jetë deri në 120.000 euro. Le të shikojmë së bashku se sa e thjeshtë është të kërkojmë me Kaktu, duke përdorur gjuhën natyrale. Atëherë, po kërkoj për një shtëpi në zonën e Tiranës së Re, e cila duhet të jetë deri në 120.000 euro dhe të jetë me parket. Vëre që në të majt është lista e cila kënaq kërkimin tim dhe në të djathtë është harta, e cila ka të ngjyrosur me portokalli të gjithë pronat të cilat janë të listuar në të majt. Për të shikuar më shumë, është opsioni Shiko të gjitha. Me anë të këtij opsioni, atëherë unë mund të shoh të gjitha shtëpitë e renditura dhe mund të përdor renditje të tjera, sipas çmimit, përputhshmërisë apo dhe kohës së listimit. Supozojmë në rastin tim që unë nuk jam i kënaqur me rezultatet që po shoh. Atëherë çfarë bëj është kërkoj në një zonë tjetër, sepse Kaktu ruan kontekstin e bisedës dhe mund të shtoj titra të tjera. Pra, unë po kërkoj për shtëpi në komunën e Parisit. Po në komunën e Parisit. Okej? Shikoj rezultatet dhe vërej që rezultati i parë është mos i kënaqshëm për mua. Po e hapim. Okej? Dhe të gjitha parametrat janë shumë të kënaqshme dhe përmbushin kriterin tim të kërkimit. Atëherë kontaktoj agjentin duke klikuar tek lista në të djathtë. Ky është kërkimi me gjuhë natyrale në Kaktu. Për të përdorur kërkimin tradicional, atëherë ftoj Orlandon të vazhdoj me shpjegimin. Faleminderit Arsen. Gjatë kërkimit me anë të chatit, Kaktu mundson gjithashtu vazhdimin e bisedës duke përdorur fila tradicionale. Le të marrim një shembull. Aktualisht jemi duke kërkuar për apartamente për shitje në zonën e Pazarit të Ri. Vendosim filtrat. Shikojmë që biseda jonë pasurohet me filtrat e përcaktuar. Pra, chati ndërthuret shumë mirë me anë të filtrave që ne përcaktojmë. Nuk mbaron këtu, Kaktu ofron gjithashtu një hartë interaktive e cila ndërthuret fare mirë me bisedën që ne po kryejmë aktualisht. Për përdorues të cilët nuk janë shumë të qartë për zonën të cilën ata duan të përcaktojnë, Kaktu ofron gjithashtu mundësinë për të vizatuar në hartë një zonë të interesit dhe për të parë pronat në këtë zonë. Vizatojmë zonën në Pazarin e Ri dhe shikojmë që brenda zonës së vizatuar janë vendosur pronat të cilat ne mund të shikojmë dhe në hartë. Harta gjithashtu pasurohet me zonat e interesit siç janë shkolla, spitale apo stacionet e urbaneve për të patur një pamje sa më të qartë të apartamentet që ju doni të zgjidhni. Samantha, mund të tregosh diçka më shumë? Orlandon dhe Arsi ju shpjeguan me detaje se si funksionon kërkimi në Kaktu, po gjatë këtij procesi ju keni parë shumë prona, ndoshta që ju kanë tërhequr apo keni shfaqur interes. Për të ruajtur këto prona, duhet të klikoni në butonin ruaj pronën dhe të gjitha këto më vonë mund t'i gjeni në hapësirën e pronave të ruajtura. Kjo gjë ju ndihmon që të bëni një krahasim të thjeshtë midis pronave që ju keni përzgjedhur në bazë të çmimit, kohës së postimit apo përditësimit të fundit që ju keni bërë. Sigurisht, nuk është kaq e thjeshtë që të gjeni pronën që ju po kërkoni. Prandaj, ne si Kaktu kemi një funksionalitet që ka të bëjë me marrjen e njoftimeve në kohë reale për pronat e reja që shtohen online. Pra ti do të njoftohesh i pari për çdo lloj prone. Por për të siguruar që do t'i marrësh njoftimet, duhet të lejosh allow notification ose lejo njoftimet nga browseri yt. Faleminderit Samantha dhe faleminderit që ishit me ne në prezantimin e parë të Kaktus. Stay tuned, pasi së shpejti do prezantojmë edhe shumë funksionalitete të tjera që kanë lidhje me agjentët, siç janë postimi me anë të inteligjencës artificiale në rrjetet sociale. Ju falenderoj. Faleminderit.